Melazim, doja që të kaloja tek një element i rëndësishëm i kësaj bisede. Të premten e kaluar, startoi partneriteti strategjik me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe në rast se do t'i përmendja si pikat kryesore janë 7. Forcimi i mëtejshëm dhe sistematik i marrëdhënieve politike dhe diplomatike, siguria dhe stabiliteti rajonal, ekonomia dhe investimet, rritje e bashkëpunimit ekonomik, futja e investimeve amerikane në fusha strategjike. E 4 është energjetika. Energjia u përmend si nga fushat me interes të përbashkët dhe 5 arsimi dhe shkëmbimet kulturore, 6 zgjerimi i aktivitetit diplomatik të Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe janë parashikuar hapja e 2 konsulatave, një në Miami dhe një në San Francisco, dhe e 6 që bëri shumë përshtypje ishte që Shtetet e Bashkuara konfirmuan pjesëmarrjen në Expo 2027 që do të zhvillohet në Beograd. Fillimisht se do t'i analizojmë, por në optikën tuaj, çfarë do të thotë kjo dhe cili është qëllimi i kësaj partneriteti të përbashkët strategjik amerikano-serb? Mendoj që kemi të bëjmë me një kthes, nuk do të thoja dramatike, por kthes shumë të rëndësishme në raportet e Ballkanit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është hera parë që Beogradi, Serbia ka epërsi ndaj Kosovës në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, është hera parë pas vitit 99, pas bombardimeve, që në epërsi është Serbia. Ne nuk duhet të na shqetësoj, mendoj unë, fillimi i bisedimeve për partneritet strategjik ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë, sepse thjesht është një çështje bilaterale mes dy shteteve sovrane. Absolutisht, ne nuk mund të ndikojmë nga orientimet dhe interesat e Shteteve të Bashkuara. Ne duhet jemi të shqetësuar pse Kosova ngeri pas. Do ta diskutojmë pak më vonë këtë, Melazim, por doja të fokusohesha tek raportet Serbi-Shtetet e Bashkuara dhe më pas do të analizojmë Kosova-Shtetet e Bashkuara. Mendoj se Serbia ka kuptuar shumë mirë filozofinë politike të administratës Trump. Ajo është administratë transaksionale që pos aspektit politik ka në fokus edhe aspektin ekonomik, biznesor, e investimet dhe të ngjashme. Dhe këtë Serbia e ka bërë. Ka pranuar gazin amerikan, është në bisedime sipër për të ngritur një termocentral rreth 3000 megawatt Gjerdapi 3 në vlerë 2,3 miliard dollar. Përmendet, apostrofohet edhe mundësia e litiumit, që është pasuri e rëndësishme serbe. Rëndësishme, do të thotë, është minerali rrallë. Këto avantazhe Serbia i ka shfrytzuar në mënyrë mjeshtërore dhe ka arritur që të josh administratën amerikane. Dhe unë nuk jam i befasuar. Nuk jam i befasuar sepse thjesht kemi të bëjmë me një raport bilateral mbi bazat e interesave ekonomike dhe që është në harmoni me tentimin e Washingtonit për të penetruar në Ballkan, sidomos në rrafshin e energjisë. Pra, për dëbimit përmes përfshirjes të bizneseve, investimeve dhe sidomos të rrjetit energjetik të gazit amerikan, më konkretisht, tentojnë të bëjnë biznes, por edhe të dëbojnë apo të neutralizojnë ndikimin e Kinës dhe Rusisë në Ballkan. Prandaj marrëveshja vjen si një rrjedhë normale e zhvillimeve. Mendoj se Serbia ka shfrytzuar në mënyrë mjeshtërore, ka kuptuar shumë drejt synimet e administratës amerikane dhe tani është në një pozitë të jashtëzakonshme sepse ka arritur të kapitalizojë, të praktikisht të jetësoj atë që ndron. Pra, uljen në 4 karika, në Moskë, Pekin, Bruxelles dhe tani edhe në Washington. Mungonte kjo karik, kohëve të fundit ka pasur, do të thotë shumë ka pasur mos pajtime, ta zëm para një viti praktikisht Vučić ishte dëbuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me nisma diplomatike, me oferta konkrete biznesore, Serbia ka rehabilituar pozicionin e vetë në raport me Shtetet e Bashkuara dhe shifet në bindjen time në këtë çast ajo është një nga vendet që mund të pretendoj rolin priz për atë që synojnë tash sa dekada.
Ministri Gjurić tha se kjo marrëveshje është më e avancuar. Ministri i Jashtëm i Serbisë Gjurić tha se kjo marrëveshje, ky dialog për partneritet strategjik është më i avancuar se sa raporti i kohës së ish Jugosllavisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.